Valentina, ty t'las ma Noeli. Bëjmë shaka, kështu që Noeli bën shumë komplimente dhe unë komplimente. Sepse në jetën e përditshme po flitet që Noeli dhe Valentina janë bashkë. Jo, unë e kam si vlla dhe di të themi gjë që shumë, unë e kam shumë për zemër. E kam kolege, e kam çdo gjë. Edhe unë e kam shumë për zemër, edhe komplimentet nuk i marr dobësi. Të falenderoj sepse është faktikisht njeriu ka nevojë dhe për komplimente, të bën të ndihesh më gjallë, më re, më e bukur. Heidi nuk i pranon komplimentet. Kështu që jo, Heidi si pranon, unë i pranoj, të falenderoj nga zemra Vllaçko, kështu që vazhdo t'i bësh komplimente se unë shkëlqej. Noeli e kam artin në lëkur. Heidi, është mendimi i Heidit, edhe unë e vlerësoj. Me qenë se Heidi, një sekundë se s'mbarova, me qenë se Heidi nuk pranon shakat, si që jemi këtu, do më thënë, e flasë si konkurencë, ne jemi edhe jashtë emisionit, jemi deri diku e kemi atë konfidencën. Njëjtën dashuri është edhe mas Simpson, ta? Jo, fjala dashni për cilë një pozitivitet, do më thënë, kam respekt, flasim, bëjmë muhabet, qeshim, edhe bëjmë edhe shaka shumë. Që jam tip shaka gjikë, kështu që po më kuptoj Heidi, po më kuptoj tjetëri, okej, po së më kuptoj, i fosim një shila aty. Unë e prej ditë të sport që kom në emision, mu non-stop, unë s'pe di vlo, shka kokë? Unë s'jam të e kuptu që to. Lume? Unë po dyshoj diçka të Noeli, sepse Noeli, kur erdhen gjithë stafi të bum, ja filloj me komplimente, po disi komplimente dhe bile unë e reagova, thash... Komplimente mua dhe ka njës. Dikuja kem nu syrin, kujt nuk e di. Ja, ty bestik po. Ja, ty bestik po me më jo. Gale që do ke Noeli ty? Që do t'ju komentojmë gjithë, vë? Noeli më do këtë që më gjari mirë. I ka reglat e mira, edhe komplimentit i ka shumë bukra.